aty ku takohen dy detna, për shembull, krijohet një zonë e posaçme, me ujë të posaçëm. As nuk është si i këtij detit, as nuk është si i këtij detit thotë. Madje kam lexuar në zbulimet shkencore se në këtë zonë mesatare ka dhe krijesa që nuk mund të jetojnë as këtë deti për në qëtë zonë që thotë. Pastaj për asaj që është zbulu, domethënë ky deti djathtë edhe ky djathtë ose ky deti e oqeanit, çdo qoftë, pra në atë zonë që bashkohen, duke u afru tek zona e takimit, fillon të dobësohet edhe njëlmësia e këtij ujit. Pastaj edhe këtij ujit, të evren pin lartë se po fillojmë u përgatit për një lloj takimi të veçantë mes vete për të krijuar një hapësirë të veçantë që nuk është as e këtij as atij. S'patë nëse me qëta me po njerët, kush e ban këtë mullafë? Kush u rrinë me disa tim? Pa ka forcë që ka mundësi me nalë ujnë mu bashku me dikën. S'ka forcë, nuk ka forcë. Jo dini që ujnë gjithë shka me para veti, li me oqeanet. Pa në oqeanet të mdhaja, pëtën. Allahu pëllët, nëse e nali detin të kufini, oqeanin, edhe nuk e lumu përzi këtë me këtë. I nalë Allah dhe jo besimtarët me nalë fejnë e zotë, I nalë Allah dhe keqëbërt me vokeq, I nalë ku dëna I vetë, pëtën. Aja ka dikun një kufi, aja din ku kam I nalë, aja din ku nalën. I lën disa me u e gërsu, I lën disa për shembull me e tepru, I lën për arsye të caktuara që janë në dobi të fesë të tij. Gjithmonë. Nuk ka ndodhur histori të ndërozur që të ketë fushata, dashakeqe, që të ketë për shembull organizata të caktuara që e luftojnë fenë e Allahut e që në fund të rrugtimit I tërë aktiviteti nuk është kthyer në dobi të fesë. Jo në dobi të muslimanëve. Muslimanët duhet të pagu vetë. Apo na duhet vetë me munu. Ama feja Allahu xhallahu ora gjithmonë ka përfituar nga tendencat e tilla dashakeqe për me e shpërfaq si agresive, si terroriste, me njollos e kështu me radhë. Edhe keni pas hiç më shumë, shikoni për shembull 3 dekadë e fundit, me çfarë është ballavaçu Islami dhe si ka dalë nga gjitha këto. Si Islam, jo si muslimanët. Si ka dalë? Shikoni, me çka u ballavaçu pejgamberi sa në 3 dekadë e fundit, si ka dalë këto? Do më shumë të emna Muhammed, me I lexueshmi, figura me e njohur, me çka u bota. Kjo sot larga soi me relaksu situatën, se përgjithësisht mineve gjithmonë. Mirë po, Allahu pat ku duj nala ato. Ku don Allah nala. Allah e ka marrë faraonin ku sa ka marrë Manehiç. E ka marrë Abu Jahl ku sa ka marrë Manehiç. Abu Jahl kur se ka bënë që des në Bedër, kur një vet. Që aty e kanë poshtë Allahu azhel. Edhe ka vrarë kush? Ibn Mesudi, në një pi ma dobve ka vrarë, njërin ma arrogante, ma trim të Kurejshve. Ja u qenë Allahu ka ere s'ta mërmenja kush im poshtë, s'ta mërmenja kush në situatë, s'ta mërmenja pëtë. Ai që ka caktu këtë ligj që I mban dy oqanet bashkuara në aspekt në jashtëm, por që sësli I runë specifiket e veta, ajo me mena për shembull që Allahu xhallahu kur përsakton, kur gjykon si dispozita për burrin e për gruan, nuk ja urun specifikat, nuk ja urun apo ato që I dallojnë, apo thot për shembull tash gruaja kur martohet, ti duhet më bo si burri, ose burri si gruaja. Jo. Ata bashkohen, ata bëhen një, ndërtojnë një familje. Megjithatë, secilës palë Allahu ja ka garantuar specifikat e veçanta që kanë bëjmë me natyrën që e ka krijuar Allahu në të. Dhe rregullat kanë bëjmë me specifika. Dhe kur nuk ka mundësi me qenë asnjëherë burri si gruaja, s'ka mundësi me kon. As gruaja si burri. Kanë aspekte të përbashkëta, por kanë shumë aspekte që I dallojnë mes vete. Sa që edhe në studimet që janë bërë, domthonë është po mënej parafrazu në raport me dallimet që I kanë se a thu vallë janë të planetëve të ndryshme. Njëri nga një planet, e tjetri nga një planet e janë taku në tokë. Aq kanë dallime kanë të mëdha sa që realisht nuk din çka I bën bashkë apo. Me gjitha këto dallime, Allahu te bartare I ka bë bashkë në funksionim të mrekullueshëm për të ashtu lloj njerëzor apo. Veç Allahu bën kështu apo. Do në dy pole me kaq dallime të funksionojnë si dhëmzorët e të ecin mirë, Allah e bën këtë. Prandaj ka Allahu xhallahu ala wa ja'ala bainakuma mawaddatan wa rahma. Ka bëu Allah që mes juve të ketë dashni edhe mëshirë. Se edhe si besimtar, përzimi me njerëz, përzimi me lloj-lloj kategorie, mirë po I rrymë specifikat tona. I rrymë identitetin tona, po është një berzeh
apo që domthonë muslimani në besim zbohet si tjerë, në moral zbohet si tjerë, nuk e ka specifikë. Ai në aspekt nashëm duket përzihet me këtë tjerë. Rën nuk ka izolimi zgjidhje absolutisht as kërkohet, po situata të veçanta na përzijmë me familjarët tonë që ndoshta shpesh as njëtin besim se ndajmë, ama do të më ekzistojë gjithmonë pilar diku që e shet perin ndarës apo ky s'ka si këta në kuptim pozitiv të sjelljes, edukatës, respektit, besimit, nështrimit e adhurimit. Ama ka do besimtar fatkeqësisht si përzihen shkrihen ato. Don ato specifikat më njëherë do eliminohen dhe kjo është padyshim e rrezikshme.